Në këtë pjesën e 28 ditëve të periudhës neonatale, është shumë e rëndësishme që fëmija përveç tjera që i përmende, të sigurohet edhe shëndeti ti tek ortopedi, tek oftalmologu, cilat janë ato kategoritë që duhet të mirë është të gjitha të bënë një fëmijë, edhe screeningun metabolik, por edhe screening tjera, për shembull, një kontroll të syve, një të dëgjimit, testet të dëgjimit, një ultrazat të zemrës, një ultrazat të abdomenit, të barkut, kokës e tjera. Të gjitha ne mund t'i bëjmë dhe jemi të profesionalizuar dhe të profilizuar si cili në pjesën e vetë. Mirë po kategori që ishtë dasht pa tjetër që të shkojnë dhe t'a bëjnë këtë screeningun e syve dhe të dëgjimit janë fëmijët e parakoshëm, që qëndrojnë shumë gjatë në